Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nevaviut, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: "Më ka treguar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili e fliste të vërtetën dhe të cilit i besohet. Çdo kujt i mblidhet krijimi në barkun e nënës për 40 ditë në një pikë uji. Pastaj bëhet si gjak i ngjizur për po aq ditë. Pastaj bëhet si copë mishi si kafshat për po aq ditë. Pastaj dërgohet tek ai një melek që fryn në fetus shpirtin dhe urdhërohet për 4 gjëra: me shkrimin e rizkut dhe të furnizimit të fetusit, me shkrimin e exhelit, kohëzjatjen e jetës së tij, veprat e tij dhe a do të jetë i lumtur apo i dëshpëruar në ahiret. Pasha Allahun, përpos të cilit nuk ka zot tjetër të adhuruar me të drejtë, ndonjëri prej jush do të punojë punë të banorëve të xhenetit në pamje të jashtme, në sytë e njerëzve, derisa të mos mbetet ndërmjet tij dhe xhenetit vetëm sa një kut, pra i afrohet exheli. Pastaj e mund ajo që është shkruar dhe caktuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, duke bërë që ai person të filloj të punoj punë të banorëve të zjarrit të xhenemit, e do të hyjë në të. Një tjetër do të punoj punë të banorëve të zjarrit të xhenemit në pamjen e jashtme, derisa të mbetet ndërmjet tij dhe xhenemit sa një kut, pra do t'i afrohet exheli. Pastaj e mund ajo që është shkruar dhe caktuar tek Allahu, fillon të punoj punë të banorëve të xhenetit dhe hyn në të." Me të drejtë mund të pyesni se cilat janë dobit, mësimet apo mesazhet që mund t'i përfitojmë nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith i pejgamberit na njeh ne me fazat e krijimit të njeriut në barkun e nënës. Hollësitë e fazave të krijimit janë mrekulli shkencore nëse kemi parasysh kohën kur janë thënë, pra bëhet fjalë të jenë thënë në shekullin e 6 të erës sonë. Në Kur'anin famlar janë detajuar edhe më shumë këto faza. Në surën El-Mu'minun, ajeti 13 dhe 14. Në surën Hajj, ajeti 5. Në surën Az-Zumar, ajeti 6, paraqiten këto të dhëna që mund t'i përmbledhim si me poshtë. Allahu e ka krijuar njeriun fazë pas faze në 3 errësira, që do thot në fazën para embrionale, faza embrionale dhe faza fetus. E ka krijuar nga një pikë fare në një vend të sigurt, pra bëhet fjalë në mitër. Pastaj e ka krijuar nga një droçk gjaku, gjak i ngjizur dhe i lidhur, i varur, sepse është i përqendruar në pjesën e lartë të mitrës. Rrënja është lart dhe barra poshtë në formën e shushujzës së varur në trup kur pi gjak. Njëjtë edhe barra në këtë fazë ushqehet me gjakun e nënës. Më pas bëhet copë mishi me trajt të plot ose jo të plot në formën e kafshatës së përtypur në gojë, sikurse forma e çamçakezit me shenja të dhëmbëve në të. Pastaj eshtrat marrin formë dhe pastaj vishen me mish. Pika 2. Në momentin e fryrjes së shpirtit, fetusi merr statusin e njeriut. Aborti është i ndaluar pas fryrjes së shpirtit pa diskutim, pa përjashtim.
Para fryrjes së shpirtit, mund të diskutohet në mesin e dietarëve mundësia e abortit në rast të rrezikshmërie dhe domosdoshmërie. Nëse dështon barra pas fryrjes së shpirtit, pra pas 4 muajve, fetusit i vendoset emër. Lahet, qefinoset, mund t'i falet gjenazja dhe varroset, një lloj si çdo person tjetër që vdes nga muslimanët. Nëse dikush e cënon jetën e fetusit në barkun e nënës pas fryrjes së shpirtit, ai ka bërë krim dhe duhet të jap shpagim për krimin që ka bërë. Me fjalë tjera, duhet paguaj gjakun. Na tërheq vëretjen nga ky hadith, krijimi individual i njeriut në disa faza. Po ashtu, edhe krijimi i qiejve dhe i tokës në disa faza kohore, njëjt edhe gradualiteti në zbritjen e Kur'anit apo ligjit islam, të gjithë këto gradualitete dhe gjithë këto çështje të mëdha të realizuara në faza kohore, përcjellin mesazhin e maturisë dhe të ndërtimit hap pas hapi të çështjeve mallore. Prandaj kujdes dhe mos u ngut dhe mos fluturo nga entuziazmi emocional. Tregohu i matër. Allahu i lartësuar e ka përcjellur njeriu me engjëj në barkun e nënës, në këtë jetë dhe pas vdekjes. Allahu dërgon melek tek njeriu dhe e urdhëron melekun të shoqërojë njeriu, ta ruajë atë, ta ndihmojë atë dhe të regjistrojë veprat e tij në këtë dynja. Kjo gjë tregon interesimin hyjnor për njeriu. Besimi në caktimin hyjnor ose në kaderin e Allahut nënkupton që ti jesh i bindur se gjithçka ecën me dijen, vullnetin, krijimin e Allahut, se asnjë krijesë nuk del jashtë urtësisë dhe drejtësisë hyjnore. Të besuarit në kader sjell disa dobi për besimtarin. Si për shembull, plotësimi i imanit, sepse nuk ka iman pa besuar në këtë shtyllë themelore besimore. Pika 2, lehtësimi në fatkeqësive me të cilat përballet besimtari. Çdo kujt që i bie sprova, duke ditur se është prej Allahut, atij i qetësohet zemra, dorëzohet dhe pajtohet me caktimin hyjnor. Besimi në kader e bën njeriu të njohë vetveten, e bën njeriu të njohë veten dhe mundësitë e tij reale dhe nevojën që ka për t'u mbështetur krijuesit. Ai që beson në kader nuk mburret me arritjet e tij, por falenderon Allahun, i cili e ka përpjekur dhe e ka ndihmuar në realizimin e punëve të vërtetshme. Ai e kupton se adresimi i mirësive dhe sukseseve i bëhet Allahut dhe jo vetvetes. Përmes besimit në kader, njeriu arrin të vetëdijsohet për diturinë, urtësinë, drejtësinë, fuqinë dhe vullnetin absolut të Allahut subhanahu wa ta'ala. Paracaktimi i Allahut nuk është i njohur nga ne, sepse është çështje e gajbit, është një e fshehtë hyjnore, enigm. Mendja e njeriu nuk mund të depërtojë në thellësitë e gajbit. Por kujdes, caktimi hyjnor i mëparshëm i veprave tona nuk na heq përgjegjësinë për zgjedhjet që bëjmë. Pse? Sepse njeriu nuk e di se çfarë është shkruar. Sepse neve na është dhënë logjik dhe vullnet dhe dëshirë për të zgjedhur mes të mirës dhe të keqes. Dituria paraprake hyjnore nuk na zhvesh ne nga vullneti, sepse neve na është kërkuar nga Islami që të punojmë, të realizojmë shkaqet jetësore për të arritur kërkesat e synuara dhe jo të rrim duke pritur që të na bjerë buka nga qielli. Ne jemi të urdhëruar të punojmë dhe kemi të ndaluar të justifikohemi me kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Me kader, mund të justifikohemi vetëm për një veprim të keq, për të cilin i jemi përndu, ose për një fatkeqësi që na ka goditur jashtë vullnetit tonë.
Llojet e shkrimit, llojet e caktimit hyjnor janë disa. Shkrimi i përgjithshëm para krijimit të gjithësisë, shkrim individual në barkun e nënës dhe shkrim vjetor në natën e Kadrit. Kjo larmi e shkrimeve dëshmon dhe përforcon bindshëm diturinë absolute të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në hadithin ton, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregon se punët llogariten sipas përfundimit. Njeriu është fatlum ose mjeran në bazë të gjendjes se si e përfundon jetën. Në atë mënyrë që e mbyllim jetën, ashtu do ta kemi edhe shpërblimin. Në atë mënyrë që e ndërtojmë jetën, të tillë do ta kemi edhe përfundimin. Sahel ibn Sa'd radiallahu anhu, një nga shokët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tregon se gjatë një fushate luftarake me pejgamberin, një nga sahabët u dallua me heroizmat dhe trimërinë e tij në luftë. Saqë njerëzit i thanë: "O i dërguari i Allahut, askush nga ne nuk ka luftuar aq fort sa filani." Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ai person është nga banorët e zjarrit." Sahabët u çuditën, nëse ai, me gjithë ato heroizma në luftë, e ka përfundimin në zjarr, si do të jetë halli i tjerëve? Atëherë dikush nga të pranishmit tha: "Do t'i shkoj nga pas dhe do t'a shoqëroj ta shoh çështjen e tij." E ndoqi nga pas derisa trimi legjendar u plagos aq rënd dhe duke dashur ta shpejtonte vdekjen, ky trim e vendosi shpatën në tokë nga doreza dhe majën e shpatës në gjoksin e vet dhe u holl mbi shpatë. Kështu pra, ai vrau veten. Personi që e pa, u kthye menjëherë tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Dëshmoj se ti je vërtet i dërguari i Allahut." Pejgamberi e pyeti: "Ç'është puna?" Ai ja tregoi pejgamberit alayhis salam gjithë ngjarjen. Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha këtë parim: "Vërtet, njeriu mund të bëjë vepra të cilat mund të duken njerëzve si vepra të banorëve të xhenetit, ndërsa ai në të vërtetë është nga banorët e zjarrit të xhehenemit. Po ashtu, njeriu mund të bëjë vepra të cilat mund të duken njerëzve si vepra të banorëve të zjarrit, ndërsa në të vërtetë ai është nga banorët e xhenetit." Duke u bazuar në këtë hadith, edhe në hadithin tonë që jemi duke komentuar, dietarët e muslimanëve kanë ardhur në një përfundim që thotë: fundet janë trashëgimia e fillimeve. Fundet janë trashëgimia e fillimeve, me kuptimin se mënyra se si përfundon jeta është rezultat edhe pasojë e asaj që ka ardhur para saj. Pra fillimet e mira dhe të sinqerta çojnë në përfundime të mira dhe anasjatas. Janë transmetuar shumë shembuj nga gjeneratat e para të muslimanëve se si ata kishin frikë nga përfundimi jo i mirë. Një nga dietarët e muslimanëve, i quajtur Sufjan al-Thauri, i vdekur në vitin 161 Hijri, qante shumë dhe trishtohej së tepërmi nga frika e përfundimit jo të mirë. Një nga dietarët tjerë, Malik ibn Dinar, i vdekur në vitin 123 Hijri, lutej shumë gjatë natës për të pasur një përfundim të mirë. Një individ tjetër i dalluar nga kolosët e ummetit ton, i quajtur Habib al-Ajami, i vdekur në vitin 119 Hijri, qante i friksuar se kush do t'i garantonte atij përfundimin e jetës me fjalën e shahadetit. Ndërsa nga duat e shpeshta të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte: "O Allah, o ti që i përmbys zemrat, bëje zemrën time të qëndrueshme dhe të vendosur në fe dhe në adhurim ndaj teje." Teksa kujtojmë ose përkujtojmë këto fragmente, kuptojmë nevojën që të mbështetemi në Allahun subhanahu wa ta'ala,
të kërkojmë vazhdimisht falje dhe istighfar prej tij dhe të kërkojmë gjithnjë përfundimin e mirë. Gjithashtu kuptojmë se sa e rëndësishme është ruajtja e qëndrueshmërisë në punë të mira deri në fund të jetës dhe të mos krenohemi me punë të mira të jashtme dhe sipërfaqësore, por le të kujdesemi për sinqeritetin dhe përfundimin tonë. Syfatësia, mungesa e sinqeritetit, niyeti jo i pastër, e shkatërrojnë bereqetin e veprave tona. Kriter i vlerësimit tek Allahu nuk janë veprat e dukshme, por pastërtia e zemrës. Është përmendur në hadithin tonë çështja e rizkut. Çfarë do të thotë rizk, furnizim? Fjala rizk dhe furnizim përfshin çdo gjë prej të cilës njeriu përfiton. Qoftë përfitim material, ushqimi, pija, qoftë përfitim shpirtëror, si besimi dhe dituria. Ne jemi të urdhëruar ta kërkojmë rizikun me hallalek, të realizojmë shkaqet e mundshme dhe t'i mbështetemi Allahut subhanahu wa taala. Nëse diçka është rizku yt, s'ka njeri tjetër që mund ta marrë. E nëse diçka nuk është rizk për ty, mos e lë kot e pret. Në këtë hadith është përmendur edhe çështja e exhelit, afati i jetës në këtë dynja. Çështja e exhelit nuk është çështje sa shëndet ke, apo çfarë regjimi ndjek. Çështja e exhelit është çështje e Allahut subhanahu wa taala. Exheli as nuk afrohet, as nuk vonohet. Çështja e exhelit i përngjan stacionit të trenit. Në çdo stacion zbret, edhe i vogli, edhe i madhi, edhe i riu, edhe plaku. Dikush më herët, dikush më vonë, ama të gjithë udhëtarët zbresin, sepse çdo kujt i përfundon bileta në një stacion të caktuar. E njëjtë është edhe jeta jonë në udhëtimin tonë, në trenin tonë të jetës. Nuk mund të mos na tërheq vëmendjen përmendja në hadithin tonë cilësia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Abdullah ibn Mas'udi e cilëson pejgamberin tonë, ai i cili flet vetëm të vërtetën dhe të cilit i besohet. Gjuhën arabe, as-sadiqul masduq, ai i cili flet vetëm të vërtetën dhe të cilit i besohet. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë, sepse ishte i frymëzuar nga Allahu azza wa jall. Ai nuk fliste nga hamendja. Por edhe besimtarit i kërkohet të jetë i sinqert në të folurën e tij dhe të mos gënjejë. Dëgjues i dashur, duke shpresuar të takohemi në javën që vjen me hadithin e 5, po ala në amanetin e Allahut subhanahu wa taala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.